Këto pantallonat ka një muaj që qëndrojnë në dollapin tim, kështu që le t'i veshim sepse do dalim. I ka marrë se më pëlqeu shumë ngjyra, por edhe fakti si rrin low rise, por pastaj zbulova në shtëpi që kanë dy mënyra si mund t'i vesh, kështu dhe kështu. Unë do t'i stiloj në këtë mënyrën e kapur poshtë dhe do kuptoj a më pëlqen realisht apo jo, apo t'i shkurtoj më mirë. Si përdoshtoj këtë topin tyll dhe ja si duket pak ton su ton, po mendoj këto sabot dhe këto. Ja si duken t'kapura poshtë pantallonat. Po mendoj si për të vesh të xhupin e lëkurës. Kam përdorur lapsin 317 të Anais dhe mendova të shtoj këtë Lip Perfector nga Clarins. Kjo është numri 18, thjesht në mes, për t'i dhënë pak hije të buzës. Dhe morën si nuancë qershi. Dhe me që përmenda qershin, do përdor parfumin Legato nga Miller Harris. Edhe këtë një lloj si lip combo në gjeni te Anais Cosmetic. Nuk e kam hequr paketimin se më pëlqejnë shumë të paketimet e Miller Harris dhe i kam ruajtur të gjithë. Shtova edhe këtu nazat bashkë me vathët. Për çantë mendova këtë, kam shumë vite që e kam dhe ky është luku për sonte. U bë kohë që s'dalë. Mund ta quajmë Mom Life që nuk është se dalim shpesh. Okej. Më komentoni nëse duhet t'i mbaj kështu apo duhet t'i shkurtoj pantallonat dhe unë do iki tani. Ciao ciao.